Kombëtarja shqiptare U16 ka nisur me fitore serinë e dy ndeshjeve miqësore ndaj Malit të Zi U16, duke triumfuar me rezultatin 1-0 në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër. Trajneri Armand Dama e nisi ndeshjen me Aliaj në port, ndërsa në formacionin titullar ishin edhe Hazizaj, Muharremi, Avdylaj, Elqeni, Taci, Sina, Ramadani, Kopani, Mehmeti dhe Perkola. Pjesa e parë u mbyll pa gola 0-0 me të dyja skuadra që patën momentet e tyre për zhbllokuar rezultatin. Kuqezint u shfaqën kërkues në disa raste dhe tentuan të rrezikojnë portën kundërshtare, por pa arritur të konkretizojnë. Në pjesën e dytë Shqipëria vjoi të kërkonte golin dhe trajneri Armand Dama shfrytëzoi mundësinë për të aktivizuar lojtarë të tjerë, duke kryer disa zëvendësime dhe duke dhënë minuta pjesës tjetër të grupit. Goli fitores erdhi në minutën e 80 me Avdylaj, i cili zhbllokoi takimin fal një Eurogoli dhe i dha Shqipërisë avantazhin që do të rezultonte edhe përfundimtar. Kjo miqësore i shërbeu stafi teknik për vlerësuar lojtarët dhe për të provuar alternativa të ndryshme në kuadër të përgatitjeve për aktivitetet e ardhshme të kombëtarës U16. Shqipëria dhe Mali i Zi do të përballen sërish me 27 gusht në Mal të Zi në ndeshjen e dytë miqësore në orën 11.